Vojtila ka qenë një kampion në lirinë, në lirinë e njeriu dhe në luftën e komunizmit. Ka qenë shumë i madh si figurë historike. Ka mësuar shumë interesante mbi takimin që ka pasur me Helmut Kohlin. Ka një element shumë të veçantë, shumë të bukur. Helmut Kohli i tregon Berishës se si neve pas luftës dytë botërore, gati 1/4 apo 1/3 territorëve gjermane ngelen jashtë kufive të Gjermanisë. U morën, ishin në Poloni. Dhe tha, ne ishim në dilemë çfarë të bëjmë pas unifikimit gjerman, dhe parë se të hynin të vëndet në BE njërë tjetër, të kërkonim neve tokat e gjermanëve në këto vënde. Dhe kam shtruar në mbledhje o të qeverisë, po më duket jo mbledhje të kryesisë në CDU-s. Çfarë do bëjmë me këtë? Do kërkojmë të drejtat pronësore të gjermanëve në Poloni, dhe aty tha vetëm 2 veta më mbështetën propozimin që t'ia kërkojmë. Të gjithë tjerët ishin kundra. Ai kapitulli mbyllur. Ne kemi humbur kapitullin mbyllur, ne nuk merrem më me ata. Shumë